Zgjedhje nuk ka patur vetëm në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, por këtë të njëjtë është votuar edhe në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore. Votimi është mbajtur për shefin e Departamentit të Inxhinierisë dhe Teknologjisë Detare, ndërsa në garë ka qenë vetëm një kandidate, Diana Ilia. Në një intervistë të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, kryetaria e Komisionit të Votimit, Anisa Myrtaj, përfaqësuese e Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore, thotë se procesi ka vijuar normalisht dhe ka nisur në orët e para të mëngjesit. Pashtu ka patur një interesim të lartë nga pedagogët, të cilët kanë të drejtë vote për të zgjedhur shefin e ri të Departamentit të Inxhinierisë dhe Teknologjisë Detare. Shëndetje. Sot votojmë për drejtues të njësisë bazë në Fakultetin e Shkencave Teknike dhe Natyrore, në Departamentin e Inxhinierive dhe Teknologjive Detare. Deri më tani pjesëmarrja është pothuajse e plot, presim vetëm 1 ose 2 staf, kështu që jemi në vazhdimsi. Kandidat në garë vetëm një? Vetëm një kandidat. Të kënaqur për ata me pjesëmarrje? Po. Pothuajse të gjithë kanë ardhur për të votuar. Edhe Fakulteti i Shkencave Teknike dhe Natyrore u përfshi këtë të njëjtë në votimet për shefin e ri të Departamentit të Inxhinierisë dhe Teknologjisë Detare. Ndërkaq, procesi zgjedhor në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali pritet të përmbyllet më 12 dhjetor, ku do të zgjidhet edhe shefi i ri i Departamentit të Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, ndërsa tashmë është hapur thirrja për të gjithë kandidatët e interesuar. Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë është pjesë e Fakultetit të Shkencave Humane.